Detajet rronditëse nga vrasja e 22 vjeçares shqiptare në Itali, I dashuri përdori celularin e saj pas krimit. Të tjera detaje janë zbardhur nga mediat italiane nga ngjarja e rëndë që tronditi vendin ku shqiptarja 22 vjeçare Ilaria Sula u gjet e vdekur. Trupi I saj u gjet mëngjesin e sotëm në një zonë me pyje pranë komunës së Polit rreth 40 kilometra nga Roma. I dyshuar kryesor për vrasjen është I dashuri I saj, Mark Samson, një 23 vjeçar me origjinë filipinase. Autoritetet italiane kanë ndaluar dhe po e marrin në pyetje për akuzat e rënda të vrasjes me dashje dhe fshehjes së trupit. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet se ka goditur me thik disa herë Ilarian në apartamentin e tij në Via Homs në lagjen afrikano të Romës dhe më pas ka tentuar të zhduk trupin. Një detaj I rënd që ka ndihmuar hetimet është fakti se pas vrasjes Samson ka vazhduar të përdor telefonin e Ilarias për të dërguar mesazhe dhe për të postuar në rrjetet sociale duke krijuar idenë se ajo ishte ende gjallë. Tabulate telefonike kanë ndihmuar policinë të zbulojnë të vërtetën dhe ta vendosin atë në qendër të dyshimeve, shkruan La Repubblica. Ilaria ishte studente në Fakultetin e Shkencave Statistike në Universitetin Sapienza të Romës dhe jetonte në një apartament me shoqet e saj në lagjen San Lorenzo. Mbrëmjen e 25 marsit ajo doli nga shtëpia pa dhënë asnjë shpjegim dhe nuk u kthye më. Familja e saj në Terni dha alarmin dhe policia italiane nisi menjëherë kërkimet. Rektoria e Universitetit Antonella Polimeni e cilsoi ngjarjen si një vrasje të tmerrshme që ka lënë gjurmë që I ka lënë të gjithë pa fjalë. Në këtë moment dhimbjeje jemi pranë familjes Ilarias dhe gjithë komunitetit ton studentor u shpreh ajo. Ndërkohë autoritetet po vazhdojnë hetimet për të zbardhur plotësisht të krim të rënd dhe për të sjellë drejtësi për Ilaria Sulën, ëndrat e së cilës u shuan në mënyrë tragjike.